Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevaviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që na tregon rrugët e shumta të veprave të mira. Hadithin e tretë me radhë në këtë kapitull, apo hadithin 119 që nga fillimi i librit. Thot Imam Nevaviu rahimahullahu ta'ala, عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي آمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. Thot Imam Nevaviu rahimahullahu ta'ala, në rëfen Abu Dharri radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Mjan shfaq veprat e ummetit tim, të mirat edhe të këqijat." Thot dhe pash se për veprave të mira është largimi i pengesave nga rruga, dhe pash se për veprave të këqija të ummetit tim është shtyma në xhami që nuk futet në dhej. Transmeton Muslimi sahihun e tij. Ky hadith vazhdon me na tregu se edhe disa vepra që shumë kushi prej nesh nuk i llogarit prej të mirave, janë pjesë e veprave të mira. Dhe na tregon se si duhet korrigjohet një gabim që mund të ndodhë në xhami. Se për këtë kësaj dytës, më herët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, xhamiat s'kan pas qylime. Xhamia ka qenë dhej dhe njerëzit janë falë në dhej. Para mendoni sot me pas xhamiat pa qylima. Një pjesë kishte ardhur në xhami mos mi përllom pantullet. Pse se të ai pantullet janë më shtrenjta se ibadeti. Edhe kishte me qenë problem me ardha në xhami ose me u fal për shkak të formës e si bëhet ibadeti. Dhe për këtë shkak kur kemi parasysh se xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë modeste, mur qerpiçi, shtyllat tron të hurmave e mbulume me gjethet hurmave. Që ka që konë xhamia? Si ka pas të saltanate që i ka sot. Mirë po që e xhami e thjesht, me pak investim dhe harxime, ka nxjerr burrat mëdhej që historia i përmend. Sot ka herë ndodh që investojmë shumë në muret e xhamiave dhe i bëjmë shumë të mëdhaja, edhe të bukura, edhe të stolisura, ama së nxjerrin as gjysmë buri, jo një burr. Andaj e kam thonë disa herë dhe përsëris se ndërtimi i burrave është para ndërtimit murave. Se burri i bën murët, a muri vetiu se bën burin. Nëse s'ka hoxh të mirë i cili e shfrytëzon atë kapacitet të madh të xhamis për të nxjerrë burra që do të vazhdojnë të bartin flamurin e islamit në vendet ku jetojnë. Dhe duke pas parasysh këtë gjendje se xhamia ka qenë pa qylim, e nëse dikujt i ka ardhur pshtyma, ka pshty edhe ka lënë për mi. Normalisht ai me këtë e ka dëmtu pamjen e xhamis. E mas paku që ka mund të bësh në ato momente është që spaku të ashtish në dhej, që mos të gërdite njerëzit prej asaj që e shofin kur janë në xhami. Si do qoftë kemi dy vepra, njëra e mirë, njëra e keqe. Nga jeta e përditshme, që jo e përditshme, po
e shumë herë që na përsëritet gjatë ditës. Dhe që ndoshta dikush nuk e llogarit vepër të mirë. Kalon shpesh që na ndodh. Kalon rrugës dhe shef një gur në rrugë. E shef një dras në rrugë. E shef një burllok në rrugë. E shef një borë akëll në rrugë. Edhe çka bën? Zakonisht shumica e njerëzve tonë kalojnë përreth gurit, drasës, burllokut, borës, pengesës dhe nuk e largojnë ato. Hec. Mos i ty të pengon, mendon që kërkuesi i pengon ajo. Mirë, me vetë faktin që është në rrugë, ajo është pengesë. Se rruga 2 metre e gjysëm, 3 metre, është e parapame që me kalu me vetur aty. Edhe tash, a i gur ka me i pengu dikujt. Dhe për veprave të mira që ti fiton se va, për tyve është që munal, me mora atë gur me largu. Sidomos në autobane, në vendet malore, bin gurt prej maleve, edhe dalin në rrugë. Edhe kalon 1, 2, 3, 5, 10 snalet kërkosh me pasru. A nuk është detyrë, se ka kompani që janë të detyru me pasru, mirë po, për momentin ka ndodhë. Dhe te, si musliman, nëse donë me kontribue në rrethin ku ti jeton, duhesh më unal me larguat penges nga rruga, dhe kjo është për veprave të mira që i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka insistuar në to. Do të shikoni largimi i pengesës nga rruga dhe edhe e dyta ka të bëjë me largimin e pengesës. Në këtë rast do të thotë largimin e fllësirave ose gjërave të gërditshme nga pamja. Andaj për ta ruajtur ty pamjen e bukur, mos shëmtohet bukuria e asaj që ti e shef, duhesh me kontribu për me e, nëse ndodh për shembull ka fshi dikush, me e mblu me diçka ose me pasru për vende që mos të gërditen musliman për saj. Dhe kjo hadith padyshim është një mësim dhe porosi e madhe për muslimanin dhe për të mi treguar këtyre tjerëve që flasin për zhvillim civilizues e përparim e emancipim. Se shikoni 1400 vjetë për para, kur s'ka pas as shilime, kur s'ka pas as rrugë të përcaktume, kur s'ka pas, dhe më thonë, këtë zhvillim të dërtimtarisë që kemi sot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kujdesemi për ambientin ku jetojmë na. Dhe të mundohemi të mbajmë të pastër atë. Dhe se kjo është për veprave të mira, për të cilat Allahu e shpërblen besimtarin. Shikoni? Pra ibadeti tek ne musliman nuk qenë ka veç me shku në xhami mu fal, po qenë ka edhe mu kujdes për ambientin ku ti jeton, me mirëmbajt pastërtin e ambientit ku ti jeton, edhe të shtëpis, edhe të oborit, edhe të shkollës, edhe të xhamis, edhe të dyqanit, edhe të tregut, pazarit, kudo që ti gjendesh, me qenë shembull i njeriu që kujdeset për ambientin ku jeton dhe vepron. Që me ardh pastaj pas 1000 kusur viteve me themelu shoqata për mbrojtjen e ambientit, shoqata ekologjike, për me nda fonde që me kujdes për ekologjin e kështu më radhë. Edhe ai do të më tregon mua pastaj si musliman se kjo është civilizim, kjo është përparim, kështu duhet mos sjell, i themi na 1400 vjet përpara i kemi këto rregulla, këto mësime dhe këto policy. Se nuk i përmbahemi, është problem tjetër. Ama si parim, si rregull, ekzistojnë këto në porosit e Islamit, në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Largimi pengesave nga rruga është një vepër e lehtë, mirë po shumë e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përshkruan shpërblimin që e fiton besimtari
nga kjo vepër, çka thot? Shikoni, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi fi at-tariq", duke ecë njeriu rrugës, wajada ghusnan shawkin, e gjen një deg. Disa ditë ka ardhur deg e thjesht, disa ka ardhur deg me thera. E çka boni ki? Fa akharahu, e po nudh, e mori e të anësh. Nuk boni shumë punë, e mori e nxjeri anësh. Çka fitoj? Fa shakara Allahu lahu, Allahu ja falendroi atij këtë vepër. Kush jete? Krijesa e tij, jeton me të mirat e tij, e bën këtë vepër me udhëzim nga ai. Falendroi Allahu ty, edhe pastaj që tha, fa ghafara lahu, dhe ja fali mëkatet. Shikoni çfarë udhëzimi, se gjen kërkon. Ai thot, ta mbrojmë ambientin, se kjo është më e dobishme për ne, se na jetëm jetë më të mirë. Allahu Buxhelal e lidhi këtë vepër me diçka që është më e madhe se fitimi jot personal në jetën e dunjos. Ta fal gjunahin dhe pastaj çka më e madhe se kjo, Allahu krijuesi i qiellit dhe tokës, po tregon domethënë falëndrim ndaj teje që e bone këtë vepër të mirë. Edhe normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo rastisht pastaj e ka fut këtë vepër prej pjesëve përbërëse të imanit. Edhe ka thonë, el imanu bid'a wa sab'una shu'batan, imani është 70 e kusur dek, a'laha kalimatu la ilaha illallah, ma e larta është fjala la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, dhe ma e ulta është largimi pengesës nga rruga. Edhe është çdo gjë që është pengesë. A është dru, a është gur, a është brëllok, a shka të që është pengesë. Dhe të është ndimër, e përmendëm në avendesin e të hanës, fatkesisht shohim tek musliman një veprim të kundët për këtyre mësimeve. Në të neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastroje rrugën, largoj pengesat nga rruga, vinë musliman dhe e bëjnë të kundëtën, e pastron obornin e vetë edhe dhe rrugën. Edhe kjo është padyshim gabim, edhe gjithë na duhet me vepru kundërshtim me këtë gabim që bëjnë, edhe me korrigjuat gabim, edhe të vetja ime, po edhe të tjertë. Bora që është në bora, nuk duhet me nxjerr në rrugë edhe me pengu rrugën. Ble dhe ku më një qësh, aje ka mushni kadar. Si pengon kërkujt, s'ka nevoj ti, pastroje ti para vetës, hymjes tanë në dyqanit tanë, ama s'ki nevoj me nxjerr në rrugë, e me bloku rrugën. Kur të grohet kohaja, veç filloj më ngro kohaja, ka mushni kadar. Bën e kup, gjosh, shkon edhe shkrinjet. Nuk kiti nevoj me mbush, me bo rrugën si kodër. Dhe për këtë shkak, këtë regull duhet na me insistu e mi edukun të fëmijët e tonë, por edhe mi folë atyve që mendojmë se fjala jonë shkon dhe ndikon të ata. Dhe më mundu që gjithë nëse bashku me kriju ambient të përshtatshëm për jetë. Fatkesisht edhe gjërat pozitive që bëhen lagjet tona, vinë fëmijët e tonë të pakujdesshëm dhe të pandërgjegjshëm dhe i prishin. Parafasisht në shumë lagje janë vendu domethënë shadërvane për të ndejtë. Dhe nuk zgat një vjet apo dy, ato dëmtohen, demolohen. Në shumë lagje vendohen vende lodra fëmish. Nuk zgjat një vjet apo dy, ato demolohen edhe dëmtohen. Kush i boni ato dëme? I bonëm na, fëmijët e tonë. Pse se nuk kujdeset baba dhe nona të shtëpia të dhe fëmijës kadar. Jetë dalë me lujt në rrugë, në mahal, janë lodhat kujdesu për to, si kurse për ato që ki shtëpi. Se sa ma shumë që ti kujdesesh për to, aq ma tepër kemi paste me lujt me to. Si të prishës janë. Dhe në nuk kemi
shtet që investon vazhdimisht në kujdesin e tyre, mirëmbajtjen e tyre, ai njerëz ta bën edhe lahat me të masë ti si ta prishish ai mas 10 vjetëve, 20 vjetëve, a e bjen një tjetër se bjen. Normalisht çdo sen që është për të përdorur edhe demolohet edhe prishet, edhe amortizohet, ama fatkeqësisht shumë herë na jemi shkak i demolimit tyre edhe prishjes së tyre, edhe me atë na humbim fillimisht. Dhe kjo është pjesë e kulturës shtëpiake që duhet na ta përhapim, që mos bëhemi të dëmshëm për ambientin tonë, por të jemi të dobishëm. Dhe shpesh na ndodh neve tash për shembull me përfundimin e javës së ftoftë që e patëm, të rinë për kafe në qajtore të mahallave dhe nuk dalin me bë aksion mi pastrua rrugët që janë bërë me akull. Kurzohen pleqt edhe lëndohen edhe dëmtohen. Edhe fatkeqësisht ki shumë raste domethënë se cili për ne ndëgjon, vallai ra filani e lëndoi dorën, ra filani e lëndoi kamën, ra filani e lëndoi kukun. Edhe domethënë shumë kemi këto raste. Pse? Se ki për 2 orë punë. Aksion që me dalë me pastru një pjesë të rrugës ku kalojnë zakonisht njerëzit. Kretë kjo si rezultat i dembelis, fatkeqësisht që veç është përhap edhe është bën një kancer i shoqërisë që e dëmton me të madhe zhvillimin e shoqërisë. Prej mësimeve dhe porosive që nxjerrim nga kjo hadith është që secili prej neve duhet ta merr përsipër ta përhap të mirën tek njerëzit. Shpesh e tham, nëse hekuri i jipet formë me çekiç, nëse hekuri punohet me çekiç, ndërtohet me çekiç, njeri ndërtohet me fjalë. Dhe për atë gjithë na duhet me fol gjëra të mira me njerëzit. Dikush ka me thonë, po flasim, po s'po ka dobi. Vazhdo me fol. Do të ketë dobi, pa tjetër fjala e mirë, edhe nëse vonon. Nuk mundet fjala e mirë me shku kot. Çdo herë fjala e mirë ka me pas efektin e vet, edhe nëse kalon një kohë. Madje mundet me ndodhë që mas vdekjes tonë fjala jote me pas dobi. Ama na duhet më mësu me fol fjalë të mira dhe me këshillu njerëzit ka e mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot, men dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kush ja tregon dikujt një vepër të mirë, e merr sevapin e asaj vepre me automatizëm. Pa e boti hiç, vetë të ki tregu. A nëse plus e ban, e merr sevapin edhe të punës, edhe të tregimit. Të kështu që na kemi nevojë me mësu tjerët me bë punë të mira. Për shembull, ndoshta unë s'kam me dhënë zeqat. Ama i tham, o musliman, keni frikë Allahun, jepni zeqat. Dhe ai kur jep zeqat, unë fitoj sevapin e atij. Ndoshta unë s'kam mundësi fizikisht me ndihmu dikujt, se jam i dopt me shëndet. I tham, o njerëz, keni frikë Allahun, ndihmojeni që ati kojshis. Edhe merr sevapin ti. Kanë herë ndoshta ti i angazhuar në një projekt tjetër të hajrit, dhe s'ki kohë me u largu për atij projektit. Po e shef një punë tjetër të mirë, i thua, o njerëz, ndihmojnë që atë punë të mirë. Dhe jemi na dëshmitar, për shembull, për një projektit që ka filluar si domethënë argëtim. Ama kur don Allahu me dhon bereqet jep. Për shembull, xhamia e Borrës në Lagjën Seraf. Thjesht angazhim aktivitet i rinis për argëtim. Gjithë natën e kanë bërë një xhami të bukur, të mirë, të madhe. U bë atraktivitet, u bë atrakcion. Edhe erdhën njerëzit me po atë edhe ju kam tek diku. Shikoni, kush ka marrë sevapin e këtë saj? Atyve që e kanë ndërtu edhe ati pastaj që kam tek që me shpërbly këtë angazhim që kanë nejtë ato 15 ora në mbrëmjes deri në mëngjes, me a shpërblyje me një dhuratë vogël, i kalon ati 500 denar për shembull 10 euro. Edhe njoni 1000 denar, 15 euro, edhe kështu ishin mbledh për 2000 euro, dhe normalisht u bën një aktivitet i xherit, shkon ja çon njëri te shtëpia, një ndihmë fukaras. Kur don Allahu me ta çe deri në xherit,
prej argëtimit që ndrohet në projekt humanitar. Pse se e kanë bërë me një zemër të pastër, me një qëllim shumë të mirë, thjesht për me zbukuru pamjen me një xhami. Edhe dhe të me thonë, e thash një fjalë edhe, inshallah, vazhdimisht shkon të vërtetue. Shkupi, jo pse na jemi shkup, mirë po i ka disa tiparë dhe veti që shumë pak vende mund është me i gjithë. Për shkak të dinit dhe fesë që është, elhamdulillah, e ngulitur në zemrat dhe mendjet e banorëve të këtij vendit. Për shkak të kontributit të madh të hoxhallarëve të vjetër që vazhdimisht kanë mjell këtë popull, edhe elhamdulillah vazhdimisht vilen punë të mira këtë popull, këtë vend. Elhamdulillah. Para mendo, argëtim, është bë 2.000 euro, janë e kusur, janë ledh për me ndihmu një familje të vafur edhe të smur. Edhe pa dyshim shembull nga asaj vajzës që e ka nxjerr stolinë e arit nga qafa e saj, që s'ka pas ma tepër me dhonë që faktisht pas kishte dalë ma shumë piketve që ka dhonë. Është një shembull shumë i madh i flijimit, sakrificës, vetmohimit dhe aktivitetit humanitar të cilin kemi nevojë vazhdimisht gjithna me e ndjek edhe me e vazhdu. Se aty që donë khejri dhe bereqeti i ketë asaj që na e përjetojmë. Dhe shpesh e kemi vru muhabet. Edhe kjo është për të analizu si ka mundësi që ky popull me këtë gjendje të vështirë ekonomike me mbijetu dhe me jetu një jetë elhamdulillah të rahatshme. Nuk ka koment tjetër, nuk ka mundësi me i gjetë sqarim ekonomik, financiar kësaj gjendje përveç asaj që na si hoxhallar dhe si fetar e dim sadakaja dhe bereqeti i saj. S'ka mundësi. Me 200 euro rogë, me 500 euro hargjime, ti me jetue edhe me të met plus në dinar anësh, kjo nuk mundet në asë një vend dynjas me ndodhë. Ama këtu ndodhë. Pse ndodhë? Se kur thot hoxha bërëm nga i ret gjemaat se imi të ndresh një gjami, dalin musliman, qatë dinarën e fundi që kanë gjep, e je për gjami. Dhe elhamdulillah, janë ndërtue me 10 gjamijat bukurat, mdhajat, shtrejnëta, prej një popullit që është i lodhën ekonomikisht. Themi që në Shkup dhe rrethin ka 300.000 shqiptar musliman. Dije gjendje ekonomike e shumicës është nën mesatare. Mirë po përsëri kanë bërë projekte të mëdha që kanë kushtuar me miliona euro. Në këtë rast flas konkretisht për xhamia. Dhe ky investim nuk është kot. Allahu dhu xhelal u kthen me bereqet. Dhe elhamdulillah, do të ky solidaritet dhe ky humanitet, edhe ky ibadet, edhe ky kujdes për njëri tjetrin na mban edhe na ruan. Pra shkak duhet me e vazhdu të rritë. Dhe pra prej aspekteve shumë të mira që ishte me projektin e xhamisë prej Borë, është projekt i të rive. Do të po vazhdon tradita. Elhamdulillah. Edhe ajo që ishte më e mirë gjithashtu prej të mirave është se u publiku kjo aktivitet për me qenë shembull i mirë. Për me qenë shembull i mirë. Dhe inshallah Allahu i shpërblen dhe i paguon me të mira ata vazhdimisht. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është kujdesi për pastërtinë e xhamiave. Xhamia dhe obori i xhamisë. Ju e dini gjithë shumë mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit shumë për një grua plak. Pse? Madje kur vdiq ajo, mungoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhami, edhe nuk arriti ja fal namazin e xhenazës. Dhe kur erdhi nga rruga dhe mori vesh që kishte vdek ajo plak, shumë u mërzit. Dhe shkoi te varri i saj ja fali namazin e xhenazës personalisht asaj. Pse? Pse? Se ishte e njohur për kujdesin e madh që kishte për pastërtinë e xhamisë. Kur dishin muslimanët për xhamia, ajo vikën xhamia dhe pastrojke. Si shtëpia edhe. Sikur se për shembull gratë tona në shtëpi kur na vin mysafir, si dalin mysafir, çka bëjnë gratë tona punën e parë? Fillojnë edhe e rregullojnë. O do kemi nejt na e pastrojnë.
E ajo, ashtu si kujdesej gratë tonë për shtëpia tona, ajo kujdesej për xhamin. Edhe e shfrytëzoj rastin me bon një thirrje grave tona që nëse dojnë me fitu sevape, le ta bëjnë marrëveshje me këshillat e xhamive të shtunën, dillën, ditëve të caktuara në të vinë të pastrojnë xhamiat. Kemi pa në alhamdulillah bilem kujtohet shkum në verën e kaluar në vizitë në Vlorë. Edhe kur hynëm në xhami atje u gëzum shumë se e pam një grua me vajzën e vet e pastroshin xhamin. Këtë ditë në Shqipëri që vetdia fetare ka ra shumë. Po edhe që na një grua anvise shtëpiake do me fitu sevap, i ka qel dera, në të vjen, le ta pastron xhamin, jo se s'ka kush e pastron. Elhamdulillah gjithë na jemi të gatshëm, por është puna se ato u shkon përdore kjo punë, edhe i qelet një punë, një derë e khejrit, një derë e madhe e sevapit, që me e fitu që atë sevap që ka fitu e gruja në kohën e pejgamberit alayhis salam, dhe që ai është mërzit për atë grua më shumë se sa është mërzit për tjerët për shkak të kujdesit të madh që kishte ai grua për xhamin. Pra ti marrim xhamiat e pastra, kujdesemi për to dhe të investojmë në pastërtinë e xhamiave tona, shpemësime dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht edhe kujdesi për ambientin, atë që e tregum dhe e tham më herët, është pjesë përbërëse e edukatës islame dhe muslimani vazhdimisht duhet mundohet, sikur të është i pastër në zemrën e tij, i pastër në mendjen e tij, i pastër në trupin e tij, i pastër në veshmbathjen e tij, duhet me qenë i pastër edhe në shtëpinë e tij, edhe në shkollën e tij, edhe në xhaminë e tij, edhe në punëtorinë e tij, duhet dallohet me pastërti ashtu siç është dalluar vazhdimisht në historinë e njerëzimit gjermësor. Premtimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mundësinë të shef veprat e umetit të vet. Këtë mundësia ka dhënë Allahu Dhul Jalal dhe është bërë qartë se veprat ndahen dy kategori kryesore: veprat mira që duhet i bëjmë ose është mirë të i bëjmë dhe veprat këqija që duhet largohemi prej tyre. Premtimi dhe porosive është insistimi në shtimin e veprave të mira dhe të mësojmë të gjitha veprat e mira që janë të mundohemi të i bëjmë. Madje kanë herë na i neglizhojmë disa vepra të mendojmë se janë të mira ose s'ka sevap do, a edhe në to ka sevap sikur është largimi i pengesave nga rruga. Vazhdimisht bëjmë vepra që u sjellin dobi njerëzve rrethit ku ne jetojmë dhe të largohemi nga të gjitha veprat që u sjellin dëm. Do të bëhet shprehia jona, edukata jona. Kur ta bëj një punë, të mendoj kjo punë a na sjell gjithëve neve dobi, a na bën dëm. Edhe kjo punë që unë e bëj, a bën dëm apo sjell dobi? Nëse bën dobi, bëne. Nëse sjell dëm, largohu prej saj dhe mos e bën. Dhe në këtë formë muslimani jep një kontribut të madh në zhvillimin e jetës shoqërore. Për me tregu se feja islame nuk është fe që investon vetëm në raportin tanë me krijuesin tanë Allahu Dhul Jalal, por investon shumë edhe në rolin që ta marrë shtin në zhvillimin e jetës shoqërore. Lutem Allahu Dhul Jalal të na bën të dobishëm kudo që jemi dhe kudo që veprojmë. Isa alayhis salam çfarë bëni dua? Tha Allahu tha wa ja'alani mubarakan ayna ma kunt. Tha o Zot, ta bënëm të bereqetshëm kudo që t'jem unë. Kështu të me qenë muslimani. Bëhet i bereqetshëm kudo që shkon ai, kudo që gjendet ai, kudo që ai jeton. T'jesh i dobishëm edhe i bereqetshëm për rrethin tanë ku je duke vepruar. Fatkeqësi shumë herë muslimani izolohet nga shoqëria, në qoshe të caktuar getoizohet dhe nuk merr përsipër iniciativa dhe projekte nga të cilat kanë pas dobi rrethi ku ai gjendet. Edhe kjo normalisht është dëm, është kundërshtim me porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun na e prej dhe bereqet në dunjë dhe në ahiret, në ditë të dobishme dhe vepra të mira, na bën prej njerëzve që u bëjnë dobi të tjerëve dhe fitojnë me këtë rahmetin e Allahut xhelal. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.